Do të duhet të ishte një prej burimeve kryesore të ardhurave të jetesës për familjet e fshatit Ganjoll, por edhe të fshatrave të tjerë në Kurtëzi, që kultivimin e duhanit e ka një traditë të hershme. Por vitet e fundit, kultivimi i tij është kthyer në një sfidë për ta, atë sa vit pas viti sipërfaqja ka ardhur duke u reduktuar. Banorët tregojnë se një pjesë e madhe e prodhimit ka mbetur stok prej vitit të kaluar, ndërsa rënja e çmimit po e kthen në sfidë ruajtjen e kësaj tradite. Duhani është përfaqe zez. Është i vjeç shkon 5 rrugë shkon. Shimet hajde kanë mbjell sa më kalu se rënjërin e ditë pa punë me jenë tokë tonë e punën. Nuk ka çmim as ka pikë grumullimit as ka asgjë. Është e vështirë se kur nuk ke një sigurim tregut asgjë gjë, kështu punon njëri baften tafsi thonë një fjalës. Punon njëri kot. Me një dylem duhan mund me bo me shit 7-8.000 lek, qa fiton, 2 kintal duhan mund bojnë, 2 kintal e gjys, fiton ke 1 milion e gjys lek. Kus shkon ma? 500.000 lek shkojnë shpenzime, ande e këtej, mas me llogarit punën që i bëndi. Miell kanë bëllë të shkretit, një të tartna kanë tjetër tartna s'ka kja zonë. Veç me duhan tjetër gjanë s'kanë që kalojnë. Po shazotën po me të pa shitu kanë. Po ka një i 10 e ma që s'kanë shit kurrisan. Ka rashpimi, marrin importet, malli batal. Me shitë të e kam, turre kam. Ku me qu? Ka dek, nuk shko me del me shit me kile, s'ka ku sheshet. Sikur të mos mjaftonte kriza e çmimit, zona përballet me mungesën edhe të një pike grumbullimi, si dhe tregu të sigurt pasi fabrikat në Shqipëri janë të pakta, për të mos thënë të papërfillshme. Megjithse 80% e banorëve të kësaj zone merren me kultivimin e duhanit, kjo traditë po shkon drejt zhdukjes, nëse shteti nuk ndërhyn me politika lehtësuese për këta fermerë.